i jepet një goditje asgjësuese sistemit të drejtësisë në Shqipëri dhe Edi Rama merr të gjitha fuqitë nëpërmjet 83 mandateve të krimit. Ligji që ka paraqitur në parlament është në kundërshtimin më flagrant me kushtetutën. Ligji është një mburoj për Edi Ramën dhe familjen e tij, për organizatën kriminale që kryeson, që të vjedh duke i shpëtuar ligjit, duke qëndruar mbi ligjin. Pasojat e këtij ligji janë të jashtëzakonshme. Sot e tutje, shqiptarët ditë e natë do vidhen nga një grup që sillet ndaj tyre me pamëshirësi më të madhe, nga një grup individësh që sillet në armiqësi më të thekur, më të thellë ndaj qytetarëve, dhe do kenë mburoj ligjin e Rama. Tani kishin çuar në parlament dhe ligjin e lindave. E morët vesh ju ligji i lindave? Ligji i lindave ishte ligji që tendrat e skapit do t'i bëj kompania e Bazhanakut. Tendrat e skapit, e Akshit, do t'i bëj kompania e Bazhanakut, e lindave, pra. Ky është ligji i lindave. Ka shku sot dhe ky në parlament. Pra, këta, në qoftë se unë thash Edi Rama po sillet si lopët çmendur, ky i ka bërë të gjithë të grup e këtë inkriminuar gjerë në palc që nuk mendon se në radhë të parë ka një përgjegjësi qytetare, në radhë të parë nuk mendon se aty janë për të përfaqësuar interesat të qytetarëve, për të përfaqësuar interesat të njerëzve që jetojnë me djersën e ballit, të njerëzve që numërojnë kafshatën, të fëmijëve të tyre, të smurëve të tyre. Këta po përdorin pushtetin një lloj si tishin pushtuesit më të egër ndaj shqiptarëve. Ndaj dhe unë ftoj shqiptarët të thonë fjalën e tyre me guxim epik nesër në ora 6 në rrugë dhe sheshet e Tiranës. Vetëm qytetarët, vetëm guximi i tyre i hekur, vetëm vendosmëria e tyre do t'i vendos këtë organizatë kriminale me në krye Edi Ramën para ligjit dhe do të rikthej, do të mbroj qytetarët shqiptarë, do mbroj ata, pasuritë e tyre, do mbroj të ardhmen e tyre nga një, çfarë ti thuash, nga një bandë armiqësore si këta. Nuk rrihet në parlament, ju i ndigjohet vetë. Ju, dhe t'jo them një gjë ju, ta dini dhe ju gazetarët, se kur janë me të huajt këta, që vinë delegacionet nga anë e anës kundër këtyre ligje, këta e qepin gojnë, bënë si pula aty. Nuk thonë një fjalë, absolutisht, ja u them unë ju, as për Lubin, as se është këtu, ashtu, kurse këtu, shikoni çfarë bëjnë. Atyre bile ulan me kuptue që do t'ja heqim imunitetin, do t'ja heqim po e kështu, po. Ndërsa brenda bëjnë roft heroina jon, roft heroin e Edi Rama. Zoti Berisha, nëse miratohen këto ndryshime, do t'i çonin në gjykatën kushtetuese? Tani gjykata kushtetuese është në ditën e saj më të zezë. Pse është në ditën e saj më të zezë? Shikoni. Po thezoni ligjin nenet e gjykatës kushtetuese në kushtetut, njëri nga nenet thot se gjykatës kushtetuese për këtë atë arsye pezullohet nga detyra. E kuptoni? Pezullohet nga detyra. Gjykatës, pseudo gjykatës, në krye Fiona Papajorgjin, vendos të mos njoh të drejtën ligjore të prokurorit të Spakut për të pezulluar ministrin. Pra, kushtetuta, duke njohur, duke sankcionuar mundësinë kushtetuese
të pezullimit të gjykatësit, dhe jo vetëm gjykatësit, prisni. Kushtetuta parashikon pezullimin e prokurorit përgjithshëm. Kushtetuta parashikon pezullimin e kryeinspektorit të ILD-s. Parashikon pezullimin e gjykatësit gjykatës lartë në momentin kur i hapet një çështje penale. Automatike. Për gjykatën e lartë. Kushtetuta parashikon të njëjti imunitet për avokatën e popullit dhe avokatën e popullit dhe kontrollin e lartë të shtetit, kryetarin, me gjykatësin. Çka do të thotë? Hapje një çështje penale për avokatën e popullit, e pezullon nga detyra. Hapje një çështje penale për kryetarin e kontrollit lartë, e pezullon nga detyra sepse është i barazuar me gjykatësin e gjykatës kushtetuese. Shikoni çfarë bëjnë këta. Shikoni se si shkelmojnë kushtetutën këta, sepse Edi Rama është në rreth të kuq i pashpresë. Të gjitha i ka Edi Rama. Nuk u takua me juve. Kush? Pse David McAllister dje nuk u takua me ju? Unë takova koordinatorin, me mua u takua një minut. Me mua u takua koordinatori i grupit parlamentar të partive popullore. Po jo kryetari i komitetit jashtëm. Priti minut. Edhe një herë. Unë nuk kam funksione në komisionet parlamentare, si që dini. Jo, një minut. Kurse ai që erdi, jo, ata nuk vinë për parlamentin, dhe të gjitha takimet i bërë në selinë e parlamentit. Por, në selitë e kun erdi koordinatori i grupit parlamentar të Partisë Popullore. Pra, ajo që përfaqëson grupin që është i afiluar Partia Demokratike. Dhe solli të gjithë u bërë një bisedë jashtëzakonisht e rëndësishme. Kryetari përfaqëson të gjithë të tjerë. Kryetari ka një përfaqësim tjetër. Cili do të jetë plani për nesër i protestës? Pra, e mua besoj përgjigjen, kryetari ka përfaqësim tjetër, se aty në grup ka dhe socialist, aty në... Pra, kryetarin se kanë lënë dhe pse është një partive djathtë? Jo, a e kanë lënë se kanë lënë, po unë të them, kryetari i AFET-it është përfaqësues i të gjitha grupeve. Cili është kurse ai që është përfaqësues i grupi i EPP-s erdhi dhe zhvilloi një bisedë të zgjeruar, por ikën jashtëzakonisht të ndryshuar. Dhe mund të them, domethënë, që darka me Edi Ramën do të mbahet mend prej tyre si unike në shkallën e legenosjes së mikpritësit që ata kanë pa ndonjëherë. Jo detaje. Detaje se unë jam njëri që detaje nuk jap, sepse detaje nuk jap, por ama do mbahet mend, majni këtë që u them, do mbahet mend për atyre burrave dhe grave për shkallën ekstreme të legenosjes, s'do ta harrojnë kur. Berisha, do të qëndroni nesër në shesh? Tani e gjithë skenari i sheshit është misteri i kryengritjes paqësore. McAllister tha që protestat e dhunshme nuk kanë vend në një demokraci. Në linjë të plot në Sali Berishën. Në linjë të plot. A ke pati njëri që të ftoj si unë në mënyrë të përsëritur që është kryengritje paqësore? Por kemi parë që në protesta ka pasur dhe molotov dhe gazet. Po, edhe mund të hyjnë njerëz të dëshpëruar që kryejnë veprime të këtilla apo të atilla, por thirrja jonë është protestë paqësore. Miru pafshim.